Brenda pak ditëve në juglindje të vendit janë shënuar 3 raste të vetvrasjes, 2 prej të cilëve në moshat 19 dhe 20 vjeçë. Sipas përgjegjëses së Qendrës së Shëndetit Mendor, Nikolina Bode, asnjëri prej tyre nuk ka qenë i kartelizuar pranë kësaj qendre. Ajo shton se të gjitha këto vijnë për arsye të shumta, njëra prej cilave janë rrjetet sociale, mos plotësimi i tyre, problemet sociale dhe familjare që kanë, si dhe përdorimi i lëndëve narkotike. Problem serios, alarm mund të them, prekja e moshave të reja, siç janë dhe 3 rastet e fundit në qarkun e juglindjes, nën 35 vjeç, një i rastit po Gradesit dhe 2 i zonës së Korçës, të 3 raste të panjohura nga shërbimi ynë, dhe për moshat e reja, kjo kategori e prekshme ka shumë faktor, është multifaktoriale, ku do të specifikoja më shumë krahasimi i vetes me lumturinë e rrjeteve sociale, lumturi virtuale në foto, ndërkohë është një realitet bosh. Pra, nuk është e vërteta ajo që shohim në rrjetet sociale dhe të krahasojmë veten me të tjerët. Për mjekën Bode, krejt ndryshe paraqitet situata për personat që janë në kujdesin e qendrës, por edhe mjekëve të fushës. Personat që janë të kartelizuar nga ana jonë, e njohin sëmundjen, e njohin simptomën, njihen nga ana jonë dhe kërkojnë ndihmë në situata relapsi. Për punonjësen sociale në Ertila Stereo, familjet duhet të jenë bashkëpunuese me mjekë të fushës, pasi janë ato që vërejnë çrregullimet e ndryshme tek fëmijët dhe pjesëtarët e tjerë të familjarëve. Për Stereon, rastet që trajtohen kanë risk minimal për të shkuar deri këtu. Çdo gjë duhet folur. Shtypja emocionale dhe mbajtja e problematikave brenda dhe mos e shprehura, unë mendoj se është diçka, domethënë, që shkon në fatalitet. Vetëm gjatë vitit 2025 në qarkun e Korçës ka pasur 8 tentativa për t'i dhënë fund jetës, kryesisht me medikamente, ndërkohë që në të njëjtën periudhë ka pasur 6 raste vetvrasjesh.